Më qepe gojën tani dër. E leken. Ndje se erdha me vones, po shofrendin e ditës këtu, seans dëgjimore, me përfaqësues përvojës posaçme, policisë shtetit, përvojës përgjithshme, Agjencisë Inteligjencës Financiare lidhur me efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor. Sfidat e evidentuara në praktik dhe propozimet për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në funksion të garantimit të integritetit zgjedhjeve. Tani, që të kthehet në normalitet mbledhja, prokurori i përgjithshëm ka raportuar mbi veprimtarinë e tij për gjendjen e kriminalitetit në komisionin përgjithës për çështjet ligjore javës që iku. Edhe aty ishte mundësia të trajtohet dhe u trajtuan, kush pati interes për t'i trajtuar gjitha këto gjëra. Edhe drejtuesi i Spakut do të vijë në datën 3 korrik, ditën e premte, të raportoj mbi gjendjen e luftës kundër kriminalitetit për vitin 2025, ku përfshihen edhe krimët zgjedhore. Tani këtu, unë mendoj zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi, se i keni thirrë që u japin në rekomandim se si mund bëhet më mirë puna dhe të përmirësohet kodi zgjedhor, po ju ai keni thirrë këtu të raportojnë për veprimtarinë e institucionit që drejtojnë për vitin 2025, ai keni thirrë sipas këtij objekti që keni vënë këtu përpara. Lutem, të gjithë kolegët deputet, gjithë kolegët deputet, që ta mbaroj unë se unë jam të gjithë kolegët që janë këtë tryes, kush është antar i komisionit ligjeve, po edhe kush nuk është, apo i komisionit nismave, atje ku raporton për zbatimin e projekt rezolutës edhe rekomandimet. Atje, mund vija atje, po ka shqetësimet kësaj natyre, për edhe pse ne shmangim dot ato se Albana zonja Vokshi ka bërë kallëzime, se ka hyrë politik me kallëzime merret. Ja mori Gjini dorën 2025, po secili është i lirë këtu. Tani, a ka mundësi procedura, a ka mundësi zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi të referoheni sakt rendit ditës? Po ne nuk jemi në pres, po. Ndërsa do t'ju kërkoja ti përmbajmë i rendit ditës, a më qepe gojën tani dër. E leken, vëlle gojën, se të kam gjuhë fort. A ka mundësi të kthehet mbledhja në normalitet? Sepse vim këtu edhe bëjmë gjyqje. Të lutem zot. Jo, se kjo degradon bisedën kështu. Shqetësimi që ngrit Ylsiu, pavarësisht nga tonën, se edhe unë mas e të provë, po dëromën. Po mirë, dakord, edhe ndjes tash, po kërkojë ndjes për atë. Thelbi bisedës ishte. Ulsi. Thelbi bisedës ishte. Le të fokusohemi tek ajo për cilën e kemi thrit. Të lutem, me qetësi. Nuk them se s'do bëjmë pyetje, por drejt e thashë unë fillim. Në komisionin e ligjeve gjithmonë kemi bërë praktik që kemi ngrit çdo lloj pyetje në lidhje me punën e organeve të drejtësisë, që janë përfshirë dhe rezoluta e kuvendit. Këtu i kemi thritur për çështjet e krimeve zgjedhore, çfarë mund përmirësojmë, çfarë nuk shkoi, çfarë shkoi mirë. Prokurori, të lutem. Po le më nenin tash, unë them shkresin që kemi nisur. Tash a doni ta kthejmë në instancë produktive? Ti dëgjojmë, nuk jemi dakord me ata, ti mbajmë shtim. Kjo është detyrë e ligjvënësit. Rendi ditës është përmirësime, thot, çfarë përmirësime legislative, praktik pune dhe çfarë do nxjerrim në konkluzion si politik bërës për gjërat që shkojnë. Kjo është biseda normale. Ngarkesat politike. Ore të të lutem se rendin e ditës aty e ke pas. Tash ti e ke mendjen të vish me libra. Megjithatë, të lutem shumë se edhe ata kanë punë. Edhe po s'është punë se do të gjën gjithë ditën deklaratat tona këtu, ma kupton? Çfarë bën me këtë çështje, thot ai çfarë bën me këtë çështje. Ai është aty për
objekti i punës së këtij komisioni, lutem shumë, se zoti Bylik Bashi është dakord me ty që trasim ti fokusohemi te objekti. Jam shumë dakord, pyesë çfarë nuk shkon mirë me këtë punë, çfarë sugjeron, kam lënë hapësirë sa duash në lidhje me çështjet që lidhen me zgjedhjet, qoftë dhe pra ndalimin e krimeve zgjedhore, por të fokusohemi te kjo temë. Mos kalojmë te gjitha temë. Tashi, zoti Braus ka pyetje zoti Komicit, lutem, ka zoti Komicit, lëre këtë debati, kaloj debati. Jo, nuk do bëjmë. Po nuk do bëjmë se s'është interpelans, as jemi në kuvend tash. Më përmendi emrin, s'përmendi emrin. Në fund zihuni me njëri tjetrin. Zoti Komicit. Ka pyetje. Po le tash të kthehemi lidhen të sqarojmë jashtë. Zoti Komicit, keni pyetje? Faleminderit zoti Gjiknuri. Në radhë parë, unë do doja të falenderoja drejtuesin e SPAK-ut në kuadër të punës apo veprimtarisë grupit hetimor Task Force. Edhe në vitin e parë të veprimtarisë së tij, ku do të thoja që fryma apo prezenca e kësaj strukture është ndier konkretisht, kryesisht edhe në zonën ku kam kandiduar, qoftë me prezencën e prokurorit konkret SPAK-ut përcaktuar për atë zonë elektorale, por edhe në një ndërgjegjësi maksimal të gjithë, po themi, strukturës apo infrastrukturës zgjedhore, me KZZ, me KVV, me numërus, me vëzhgues, apo me procesin e fushatës zgjedhore, po ashtu edhe me procesin në ditën e votimit apo dhe gjatë procesit të numërimit. Unë fakt kisha një pyetje, nuk e di ju si drejtuesi i institucionit, a mendoni që grupi hetimor Task Force do të ishte e nevojshme që të parashikohej si strukturë e përhershme, pra me një rregullim apo me një ndryshim në kodin zgjedhor? Nuk e di cili është mendimi juaj. Në fakt, unë kam dy qasjet mjat, një pozitive, një negative në lidhje me këtë pyetje. E para lidhur me faktin që është gjë e mirë që një strukturë e tillë të monitoroj apo të ndërmarrë edhe nismat të saj në kuadër të hetimeve proaktive apo hetimeve penale në lidhje me vepra ndryshme penale që mund ndodhin gjatë procesit zgjedhor. Por nga ana tjetër do ta shikoja edhe në kontekstin që duke parashikuar ekzistencën e një strukture të tillë në kodin zgjedhor, do të thosha që do humb për një kohë goxha gjatë ai besimi që partitë politike apo grupimet ndryshme politike do të japin njëri tjetrit në lidhje me pranimin e rezultatit të zgjedhjeve. Pra shkurtimisht mendoni që do ishte e duhura që kjo strukturë të parashikohej në kodin zgjedhor. Faleminderit. E keni fjalën për protokollin e bashkëpunimit apo për task force-n e prokurorisë? Atëherë, në fjalën time theksova që ne vlerësojmë që task force e prokurorisë duhet vazhdoj të jetë e përkohshme, por në një periudhë tjetër, në një periudhë më të zgjatur, të paktën 4 muaj para zgjedhjeve. Por njëkohësisht e theksuam edhe faktin që vëmendja e institucionit për krimet zgjedhore duhet të jetë e përhershme, pavarësisht se task forca në terren do të jetë e përkohshme. Po kështu dhe strategjia dhe bashkëpunimi institucional midis SPAK-ut, Prokurisë Përgjithshme, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke përfshirë dhe agjencitë të tjera ligjzbatuese, Policinë e Shtetit, Agjencinë e Inteligjencës Financiare, duhet të jetë një instrument koordinimi i përhershëm. Këto mendojnë që duhet të jenë përhershme. Faleminderit.